mbaron. Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Okej. Përshëndetje krejtve, përshëndetje ku të që vëna të gjoni këto momente se s'keshe përgatitur me dale fara, po ja që kolegu i ka në ndirigjim në ato butonat. Shpresoj që keni pas ditën e mirë sot, kudo që e keni kalu, çdo që keni kalu, roj që keni kalu me njerëz mirë, me njerëz pozitiv, me energji pozitive, çka është më rëndësishme, mos jeni nervoz, mos jeni të vazhditur, pa disponim, ha? Më munu bile. Po mundohet me më disponu se sot keni vardite diqysh si Diçka me thonë, s'diçka me thonë. Jo fort interesant. Nuk është kjo Fiona. Nuk kam mësuesi me po kështu. Po ja tash është momenti që disponona. Hajde po shpresoj mu disponu. Edhe sot e kena një tim tjetër për cilën kena me diskutuar gjëra gjatë për 2 orë të plota. Një orë jemi edhe me Koavizionin, ndërsa për 2 orë të plota jemi me Glam Radio, kështu që keni mundësi të shumta me na dëgju përveç frekuencave tona në Kohanet, në glamradio.fm. Edhe në aplikacionin ton, plot vende keni mundësi me na dëgju, sidomos ju që jeni në diaspor, ka dul që ka diaspor. Po sot pritet me pas dalje tilla, domethënë sot gjatë të emisionit ku me ditërin fund çka mundet me dal. Përndryshe secili prej juve që jeni vetur, ju presim me bashkëpunim me informata rreth komunikacionit, presim me na tregu për ato pjesë më të ngarkuara se ku i kemi. 049978978 është numri i telefonit në Viber. Edhe jo po du ku skemi, po du ku kemi. Po du me ditë edhe po ku s'ka aty ku si përmendim. Apo kuptoni? Aty ku i përmendim, dijeni se po s'është gjendja mirë. E kena edhe një temë që kena ju prit me telefonatat e juaja qysh nga tani. Nëse do të nisni vitin nga fillimi, çka kishin ndryshuar? Restart do të thonë 2025, sa? Mi u ardh mundësia me kthy 2025-ën me 1 janar. Çka kishin ndryshuar? Çau kanë diçka që apo kuptoni? Nuk do më thonë që u kanë keq, po nuk kam përgjigje. Nuk kam përgjigje. Për çudi. Për shta? Po. Okej. Nuk mëzune kështu dëshysh pa përgati. Deri ka mesi emisionit, edhe këto. Ju garantoj. Deri ka mesi, nështë atë i sa shkojna në albi ka gjysta emisionit. E jetë pak një ide, edhe kësojna tapqa të momenti i dhesta të dhoni që shto diçka. Është ka nga e parë që vjen nga Elgit Doda dhe Arta ka bosh, e kalon kështu e mrin artisti. Po shumire ka posë me emër mbi emën, ha? Po edhe Art ose Art. Okej, hajde pëndeshojna. Se s'po. Aha. No, 978, mos harroni, ju që jeni në përvetura me shkute pika ma ofër të Petrol Companies me rimbush makinë me derivatet ma cilësore. Por, nëse doni me përfitu çmimet ma të mira për derivatet ma cilësore, në drejtim të Çaglavicës se keni një në pik, në Sjellta se keni Karrethi që vini e keni pikën tjetër. Pra në Çaglavicë në të 2 pikat e keni 1,20 naftë, ndërsa 1,18 e keni benzinën. Tek Petrol Company ku po vazhdojnë loja shpërbyse, po vazhdoj me pritat fatlumën, arsimin, Fionën, saj përket asaj veturës, sepse 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe kështu mundeni me fitu veturën. Përveç shumë shpërblimeve që po i dhurojnë javë për javë, na po flasim për atë premin, atë çmimin kryesor që kanë me dhuru. Për një udhtim bollësht. Një udhtim me veturë treg, me qenë hala ma mirë. Me aeroplan do të mirë. Aeroplanat me edhe pak. Si pjesë shpërblimeve për çato dhe po ata fjalën. Po me njerë kjo me udhut ikon. Po. E para, te dera jem gati me një kom. O sa mirë. 049-978 edhe një numri i telefonit, po presim informacione për komunikacionin, edhe na dërgoni nëse e kishit nis, nëse kishit pas mundësi me nis vitin edhe një për fillimit. Çka kishit ndryshu? Alo, përshëndetje. Përshëndetje në gjatë nga feja. Përshëndetje në gjatë. I kanë ndru cimin, e gjatë që shem. Mirë faleminderit, po ju jeni? Mirë për mrekullinë e gjatë. Po shihet për vetë ju që jeni shumë disponuar, jeni në nivel dhe ashtu siç duhet të jeni. Ashtu tregoj kolegu tim se po thotë nuk jeni disponim hiç. Pakosht. Në gjatë, nëse kishe mujt me fillu vitin prej fillimit, a kishe ndryshuar diçka? Po kisha ndryshuar diçka, nuk isha në ju që çmimet të rritën kaq shumë.
Okej. Vërtet për e. Ja kështë qitë komën pak qmimeve, naloni, a? Po, ashtu pikri. Qka është diçka e fundit që të ka rënë sy mësë shumë ti për shtrenjë tim? Po, për shtetim. Po, ta shtajrimi që do të shtetot e uja, apo në shqeton në pjona. Se po për shtetot rrëjma, e ato të shërbime tjera. Faleminderit në gjatë. Me ndërë qërë, ditën e mirë. Ditën e mirë, gjithat mirat, po shpesona që e ka një farë stopi dikun kjo shtrenjtimi vezë, dhe me thonë 5-6 euro një komplet vezë. Pritet vitin tjetër mu përfastu, alo ma shumë. So ken 5 euro, ha? 5 euro, 6 euro në baret edhe prej të vezë ma të vogla, kishe 4 edhe këtu ma të moja, 5, atin. A kur i merë mi këshyrë kështu, kur gjo s'ka ndalim se kjo e vogla ma e gjonë. Mi thonë, po, atin sasini se i dalin, o ti? Po të befasojnë. Niva që ndalu importi i disa produkteve, vezëve nga nuk e di cili shtet, nuk kemi sigurt, kështu që s'po du me shpërndoa dezinformat. Edhe po, të me kështë produsit vendor tash kanë reagu me njëherë me shtrenjtu. Kemi pa gjërat të tilla edhe gjatë pandemis. Kështu që keq nëse vazhdon këtë trend. Edhe njëherë po të mi të rëgu që Enza Home po vazhdon me zbritje deri në 50% për krejt ju që po mendoni me regullu me rifresku shtëpin, ambientin e shtëpis, banesës, zyres apo kudo qoftë, keni zbritje deri në 50% në Enza. Nëse s'keni mundësi me shku për momentin, hyni në rrjetet sociale Enza Home Kosovë, edhe shihni disa prej mobilive të jashtëzakonshme, kualitetin edhe komoditetin që e kanë, kështu që prap thëma mirë është me shku atje në showroom edhe mi prek me dorë, mu ull pak. Alo, përshëndetje. S'ka pa e prek. Alo, e vërtet është. O, më falni se ku dhe i sot jam ato. Çka ke bo bre? Alo. A ke ndryshu diçka? E ka ndru vetë. Përshëndetje thim. O, përshëndetje edhe për ty. Si ja beden? Mirë, faleminderit. Ju si po kalon? Mirë, shumë mirë. A beden thirrë dikush bre? O, a beden? Hajde telefonata tjetër. Alo, përshëndetje. Dhe i sot fula bedini me ato. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush ta përshëndet? Ajroshen nga Ushtreja. Ku je Ajrosh? E bre ju. A je mirë? Në mbre gjallë, ju qajni këtëne. Me no me kon Ajroshin rao vetë. Ajrosh rësh. Jo, Ajroshin nga Ushtreja. Po, pedi. Hajde Ajrosh të regom që a këshe ndryshu prej fillim vitit. Dhe më thonë, për shka e këshe këthy vitin fillim? E kësa ndryshua që të qeveri mas pore, që të qeveri që Nese, diçka tjetër përveç qeveris, hajde, diçka tjetër? Pasha zotin tjetër kur gjës kisha ndryshua, vetëm që të qeveri mi e hije. Me të 28 e keni mundësin me bo qka të doni. Po, gati zgjedhjet i keni kur mangat si keni pas, heq kur mangat, që ashtu filmojsh ato. Hajde tash Abedini na pet të tjerë dikush, jo Abedin, po lërë në ato. Deri sot fol Abedini me ato, më pju të regoj që Sirius Wine i ka 2 dyqane, njën e ka në Albi Mall, në kadin e 3, tjetër e ka në qytetë Zëmpejton, edhe i ka ma shumë se 2200 loje. Kum fol që po gutësh bre. Po gutësh bez po të rejnë ka dole se nesër po. Po masë s'kom përgjigje për diçka dura me fol. Folja me ata thash se Fiona që du vishko qef thasht pak të mi po. 2200 lojet e verave dhe pjeve tjera festive SeriousWine.com për juve që doni me bo blerje online me përfitu zbritje 30 deri në 50%. Mos ma harroni Taranin me veti ka shkoni. Në me thonë, deri natën e vitit 3 keni zbritje, nëse keni harru rasisht, ose vjen naj mysafiri pa pritur, ose thjesht po të ndronë shia. Online? Online? Qka po pentit, pëllon e Tarani, qëfare të bordë, okej, që me njare vjen, stash, tap, e porosit u kry kjo pun. Që telefonata, Fion? Alo? Kush telefonon? Hajroshi nga Ushtreja. A pes Hajrosha, qka ndodhi? Po vëllohet që kështu thira dhe pak për para, po diçka mujtu më morë dhe se në dy telefona. Jo, morën dhe shukry. Edhe përgjigjen të kryte. Ha? Edhe përgjigjen u kry. Jo, Ajrosh, u krya. U krya? Po të morën dhe shna. Shpejta vëshe nuk dhem. The që ja këshim nis edhe një, ta shtu japë shtjela, dhe që tjetra? Foli t'i shka për liqerin e Batovsit. Alo, përshëndetje. Na, thira pet. Të dhe një orë nuk është të fol për ato. Alo, kush telefonon? Një shikuse nga Prishtina. Hajde shikuse nga Prishtina. Tregom nëse kështë pas mundësi me nis vitin nga fillimi. Qka kështë ndryshuti? Vallaj, unë kështë ndryshue pak lirim,
Si strujsin, nujsin, hesin, pisi, krejt. Krejt ka pa. Edhe valloj me pasu i bremaru. Tash për bre del te tema kryesore, edhe na kena reduktime tash, para mendom. Valla nuk e di. Jo s'kemi pas sikur ju, por kanë filluar dhe aty reduktimet. Nuk e di çka po ndodh kështu. Është shqetësuese. Domethënë brenda ditës maksimum. U Prishtina çka po ndodh kështu? Po ka probleme ato, po me pastru çka po. Janë sa pompa, janë sa gjëra janë. Veç unë e di që Arbria, një pjesë e madhe e Arbris nuk ka ujë, po flas për këto ndërtesat se shtëpia pak më poshtë. Ndërtesat e reja ki fjalë. Maksimum. Jo, nuk e kam ndërtesë, po unë e kam vikendis. Po ti je në shtëpi, po ti je në shtëpi. Po, edhe më u bë kështu. Të meri zotët ma ka gërdit jetën me ta. Mo, të shë prezentu për fillimit kjo dëgjusja nga Arbria, e kësha dit me një herë dhe të kësha galzua dhe qka pëton me u përgjigj bile, se ja ti janë ku për ujësilësin, ja nuk e dikush. Edhe seriozisht ishtë dasht me marë parasysh dikush këtë qështje. Qka pëndodh me Arbrin? Po, edhe vetë duhet më njës gjithë kush për veti, pa ujë është shumë shtirë. Për banesa, në për... Na dje kemi pas reduktim për mi 12 orë. Na e kena zjedhë që ashtu? Po dhe po, jo s'pankona, veç që po thamë edhe lagjet e tjera kanë fillu me reduktime. Ka fillu Fiona me shpingate, po shkej ka njerë se ku me di që shusha dojnë në televizor. Me marë mu loj, kuj shikes. Që aty... Nuk është me bo asi hajgore. O, sështë. Ka të ruar nuk kemë në stop. Jo, hajgore heq, po dhe me thonë... Veç ka një 3 uj. Shka të të bohet kështu verës, unë nuk e hajde se janë nisu me zyret ankesave, falimderit shumë. Na po presim na tregu edhe gjana tilla që kishi pas shef, po nuk mvarret prej neve kjo. Definitivisht është diçka që zakonisht temat i kemi edhe kërkesa jon, zakonisht është kur flasim për ndonjë temë caktuar me fol për vete, edhe me unis prej vetes, edhe për ndryshime, gjëra që i kemi në dorë. E jo për tash nuk po them që nuk do të me ngrit zërin për çështje të tilla, por nuk është në dorën time nëse ka reduktim ose s'ka. Këto është esenca. Nuk mëj me bona atë ndryshim për derisa ujësillësi ka probleme. Me shku atje pak të vend, pak një abo, qa u bo, pse u bo, tek u bo, një tjilë telefon. Që ti riformuloj pak përgjigjet. Për ndryshe, dikush që e ka bleni vetur, edhe ka gabu, e ka blena i far veture që s'ka garancion. E ka po një tjetër ma të mirë. Edhe ka thonë, që na kalzun këta, do më thonë Fiona dhone, për Toyota te kam fjallën, vetura Toyota që vinë me 10 vite garancion. E i gjeni në Autotrade, në Çagllavic është Autotrade, edhe ka super oferta, ka zbritje në gjitha llojet e veturave Toyota që mundeni me përfitu 10 vite garancion. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Ju përshëndet, Artreti nga Gjilani. Si jeni dhe si kaloni? Mirë, ju e gjithmonë mirë. Jo çavoni. Çu ke pas ditën mirë? Mbaj dita edhe të vjeshtë sa më mirë. Unë vjen mirë, po është edhe vjeshta është e mirë, ka njeri, ka dën ngjyra të mira. Jo, i ka, po na jemi mësu pak atë pas në dalë qytetit. Po bre ndill, sa di po shumë që dilshin në për qytet se ulshu trafiku urban, poshtë dilshin e pritshin, u merr shumë mirë. Nëse kishe nis vitin prej fillimit, çfarë kishe bë, çfarë ndryshimi kishe bë? Po tash po tregoj djenat e mrashtë të mia. Hajde. Për një janari për shembull e kisha bën rase fitonën, më rase më lejuat të shirën të me shkuat, rase fitonën për vendosja më punone. Ai kandidati politikës lejuat. Që telefonata tjetër? Alo? Na thambre mos na... Pret se gabova për mdo, këtë që i alo? Hish, përshëndetje. Me flajtë për vitamin. Mune është veni kur mundi me ndryshu, me bo ndryshime, kalzona për ndryshimet e juaja personale diçka. Hajde nas. Përshëndetje. Si kalon? Mirë, faleminderit, jo si po kalon. Pas ka shku zoni, pak që u bonas. Sa dush. Po do të me bo, se s'përshën e ranë vesh, aj folk e ndërprejti ju folshim me të zi shka u bo. Qështu është një farani? Hajde të regona çfarë ndryshimi kishe bo nëse ja kishe nis vitet për fillimet. Ndryshimin e pore kisha bu në krye qytet, sa ma pak me kjerë me u thu. Sidomos, kush jeton në Prishtinë. Diçka që varet pite, ndryshim për veti çka kishe bo. Shtetërore, komunale. Po, ndryshim për veti, naz. Sa kisha me bo për veti, çfarë ndryshime me bo, A kishe shëtit ma shumë, a ishe ushqy ma shëndetshëm, a ishe marrë ma shumë me vetën, a kishe bo diçka për vetën, për të tjerët. Me ta për me ditë çka tani hec, si u tha me thirr, se kallzoj për secilin. Me pas mujt me bo ndryshim, isha kthyer në vitet
një 30 vite ma i ri me u kon, edhe tash kisha ditë me shiju jetën. Okej. Faleminderit Onas që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë. Edhe ne ju përshëndes kalani mirë. E kena fjalën për ndryshimet e juaja personale. Më thonë, një ndryshim, diçka që se ke bo shumë mirë gjatë ton vitit, e që kishe thonë me bo me kthy edhe njerë vitin për fillimit e kisha bo qëto ndryshe. Që kjo është pyetja. Mos na jeni ka politika se vish kam i nal telefonat, do të thonë vish tap hiç s'ka me dhon. E gjeta përgjigjen. Edhe, po thashun e si të vyn ti vish pa kohë. Edhe po na fali për ndryshim. E kisha bu pri fillim vitit. A pishe? Ama mos i kallzo çka. Ka pas edhe aktivitete të tjera të cilat i kam bërë për shpirtin tim që nga fillimi, kështu që nuk jam pishman. Do më thonë, ka diçka që kisha ndryshuar. Po pak ma. Okej. Kisha shëtit pak ma shumë, se këtë vit pak ma pak ka shëtit. Kom shëtit ma pak. I ka ro pak ma pak, po. Amo çka ku nga bu në udhëtimet e mia të fundit, për shembull është që nuk e kom marr internetin e IPKOS, po me do esima instalo kartela, do me thonë e kom torturu veten, tu mundu me marr me pas internet ku do që kom shku, tu kon me marr IPKON edhe thjesht me një kod me aktivizu internetin edhe pa pas nevojë me bën ndryshime tjera në telefon. Kështu që edhe ju që po mendoni këto ditë që kanë mbet nga fundviti me i shfryzu edhe pak edhe me shëtitje edhe kudo që shkoni në rajon në Evropë, në Amerikë, kudo që shkoni IPKON mundesh me aktivizu me një kod të vetëm. Janë edhe disa pakot të tjera për ju që jeni me parapagim. Tip mini, tip super edhe tip max, se cila e ka nga një kod të vetin, edhe ka 200 minuta, 300 ose 500 nga 100 SMS, se cila dhe internet nga 3+3 deri në 15+15 GB internet, kështu që hyni në IPKO edhe me një krejt ofertat. Alo? Alo, mirë dita. Mirë dita, mirë mbrama, kush telefonon? Ju Ilmiu nga Ljaxha e Dardanis. Si je Ilmi? Mirë besa. Kom ardhë në pushim nga Gjermania. Ke ardhë në pushime, Samir. Qyshe gjete Dardanin? Mirë shumë. Më vjen mirë. Ilmi, nëse kështë ujtë me njës vitin nga fillimi, do me thonë po flasim për vitin 2025, me abori start, a kështë ndryshu diqka? Po. Qka? Para disa viteve, për shembull komuna e Prishtinës ka pas bën një ndryshim, për shembull për ta automjetet ciftjeve teku, për shembull, me vozi. Një dit cifti, një dit teku. A ki fjallin për tabelat me ura? Kime kandiduti për kryetar komunës, a shka? Mos si të naj njës najtë pushotin Për veti, fol. Tregona ti personalisht. Hajde për shambull, a kishe ardhë pak ma shpesh në Kosovë, se ndoshta ke pas mundësin, po nuk ke ardhë, o e kelonaz gjotë. Po vi, vallaj të jerë vit po vi. O shumë shpesh po vishe. Me tranojshe? S'pa bëjshe ku me diçka Ilmi? Me tranojshe Ilmi? Se po, tash kom dalë në penzion edhe po vi valla ma shpesh. Tash ki mundësi më ardhë ma shpesh. Okej, faleminderit. Biletat e avionit bëj kemi lira, po dhe... Po, me do është i gjendir. Ilmi, faleminderit, përshëndes shumë. Me ndër qofshi, përshëndes shumë. Pushimet këndshme, faleminderit. Njeni matë mirët, matë mirë keni. Faleminderit, vallaj, sot pak pesho që ju më bo nervoz për vrej edhe vetën. Merë pak u i rrugove, që e ku martë ftoft mirë për i të vërtet. Që e gëzuar, vish gëzuar. Jo, po, unë e ku matë ftoft. Që e të thonë, të dyjat për marë. Se dejmë fund të emisionit si djetë, ma shta dhe pak në qafë. Berati, po thot, që një përgjigje që e ka dhonë, për me dal në temë kështu komplet. Po thot, Bitcoinin e kisha menaxhu pak ma ndryshe shitje blerje. Bravo, për pi fillimit, e kish menaxhu pak ma mirë, e kish shit pak ma shpesh, e kish ble pak ma... Si more 100.000, po 99.99 për një orë, 2 orë shit blerje, do më thonë si ka nejtë gati mjaftueshëm. Si ka nejtë gati. Që kjo është një prej përgjigjeve që po e presim, po mendoj për ideve, temës. Edhe ne kisha investu pak ma shumë. Ne kisha investu. Po, alo, pak ma shumë. Alo. Viber përshëndetje. Kush na përshëndet Viber? Hasani. Hajde Hasan, si kalon? Mirë, ju boft mirë. Faleminderit shumë. Emirat gjet. Emirat ka për jo, s'po bëj ka. Nëse kishe mujt me janis prej fillimit vitit, çka kishe ndryshu? O, prej fillimit për zotin me mujt me pas një dorë e kisha kthy Hashim Thaqin në Kosovë. Hajde, faleminderit shumë, përshëndesim. Nuk është në dorë t'jujen, diçka që e keni bo, por që do ta bënit pak ma mirë. Që kjo është pyetja, se ti se ke dërgu atje, kështu që as nuk jetë e majt atje, as nuk i me kthy. Na vish po thojna për diçka që e ke bo, po jo bësë se përsëritesh, po shkej dhe në Albi Mallaj.
për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen tek e ardhmja. Sjellë kursimet në Bankën Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota e përjetimit jetësor. Përjetimit që na ka ofru shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë do vjetë, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në të njëjtin ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka më nejt, e lojt më interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë çka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me to. Albi Mall, gjithmonë vendi familjes sonë. Mosu më shzet në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsem, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Janë do saga që nisin e mbarojnë. Po rikthehemi edhe njerë ju tregu se në Çaklavis në të dy anë të rrugës tek Petrol Company ju mundri me shku me rimbush makinë me derivatet më të cilësore me çmimet më të mira. Petrol Company në Çaklavis në të dy anë të rrugës e ka naftën 1.20, ndërsa benzinën 1.18 për litër. Dhe mos harroni mu bë pjesë e lojës shpërblyese për secilën ribushjet makinës me derivate të vlerë më shumë se 10 euro, merrni kupon 20, 2 kupona, 33 kupona. Kur pishollë do mesazhe fillon që po vinë vitet e 80-a, kështu na po flasim për çit vet. Vitet e 80-a nga fillimi. Ecën atje. Hajde po e marrim telefonatën e radhës që fillon. Shojma ka na me ndaj partia, ndaj personazh publik pa e përmend sot. Alo. Alo. Kush telefonon? Adora. Adora, prej nga Vnathir? Prishtina. Nga Prishtina. Hajde shpejt tregona, çka kishe nis nga fillimi këtë vit nëse kishe pas mundësi? Nuk isha regjistruar shkollën e mesme si jam. Ai ishe regjistruar me një shkollë tjetër. Çfarë? Po. Se çka s'po të pëlqen këtu ku je? Çka po të shqetëson? Drejtimi. Drejtimi që je regjistruar nuk po të pëlqen. Çfarë drejtimi je regjistruar? Scienca natyrore. Çka ishe shku me studiu? Shoqërore. E pse s'po ndron? Nuk e dia mundet. Po më mundet, çu s'mundet. Është pak e zorshme. Po s'ka lidhje hiç. Apo na dëgjon? Po. Të përshëndesim me shumë suksese. Mos u dorzo. Çu shporresh e urt kështu po jo. Mos u dorzo. Shka atje edhe ndroje, thuj po du me ndru, thuj se s'po më me gjet veten çto komboga. Hajde amani një shansë edhe ata bën të mirë ta japin ashta një shansë. Unë më shumë e kisha thonë mos më dorzu. Po thu, me vazhdu që aty koshta se mos mi dal ma mirë. I dal shumë ma mirë. Se menon që po, dhe i dal ma mirë. Shumë ma mirë. Rruga ma e zorshme zakonisht ka rezultate ma mira. Ku është rruga ma e ngarkume, ma e zorshme në këto momente? Dalja autostradës në Fushë Kosovë me Kolon, për mju qas autostradës nga Vragolia me Kolon, për me shku tek rrethi i Çaklavicës me Kolon, poshtë Vetërnikut deri tek rrethi i ambasadës me Kolon, hyrja në Prishtinë po shihet nga kazerma Demjashari tutje me Kolon gjatë në këto momente. Pastaj rruga Agim Ramadani është e ngarkuar në drejtim për tek udhkryqi i Menzës nga komuna dhe rruga Tirana nga stacioni i trenit deri tek rrethi Duplex. Këto janë informatat e radhës që i kemi pranuar 049978 që po vazhdojmë po presim informata për secilën pjesë në komunikacion, ndërsa ju që po mendoni për me pas një kondicioner që është eficient, po ju duni me zgjedh ideën për arsye se ka inteligjencë artificiale,
përveç që aty në A+++++, e ka dhe inteligjencën artificiale. Ju shtin me kursy ma shumë 30% energji elektrike. Edhe i ki me super zbritje. S'ka subvencion, no subvencion këta tak zbritjen. Mi ideja pe dini ndaljet Prishtinës aty tek zona industriale e rrethë është. Subvencionu me çka? Po dhe që ata se çu shkaj alokimi. Edhe nuk u bë. Tani ku nuk bëhet alokimi, këta e kanë aloku vet. Alo, përshëndetje Viber. O përshëndetje. Kush na përshëndet? Abedini. Që Abedini, ku je Abedin? A jemi mirë apo lodhne? Mirë, nuk është keq, mirë. Më lodh jo. Po pak diçka Abedin sot do më ka ndal pi temës. I kish ai çeku janë zgjedhjet këta folin për politikë, jo Silo, ti bësh gjithë Silo. Çeku janë zgjedhjet këta për politikë tu fol. Rruga Kim Ramadani koka me kolon për me shku tek udhkryqi Menzës për na tregon edhe Bardhi. Hajde tregon atë Abedin, çfarë ndryshimi e kishe bë tek kishe nisë edhe një herë prej fillimit vitin. Çka kishe bë? Prej fillimit vitit e kisha ndryshuar gjitha sektorët, i kisha rritë rroga, pensionet, Abedin. Dole edhe ti pitemës. Diçka për jetën tënde. Për punët e tua që i ke bë, diçka që i ke bë, po e kishe bë ndryshe pra Abedin, me thjesht është kjo. O, veç financit kisha pas ma shumë. Që kishe punu për me pas pare ma shumë? Po, kisha morë edhe një banes. Një banes e kam edhe një banes që kisha morë. Let jetë që aty. Faleminderit Abedin, kalov shmir. Që kjo është përgjigje, po na po dojna me di që kishe bën ndryshe. Ka njerëz që shpenzon pak më shumë se që duhet, edhe kish mujt me thonë kisha kursy më shumë, si kisha bojë të shpenzime se si aposh hajrin kur gjë. Po ka dikush që thotë çka po mbyn që i kum kursy, po mbyn banesa e dytë. Po kisha dal me shetit që tha Fiona. Adin, që si përgjigje jena të prit? Jo, më na tregu qysh mi aloku ata atje që jam të alokum. Komunikacioni nuk e di apo e vrena, është ma i dendur sot se ka pas komentet shumë të prej mëngjesit. Për ndryshimi s'ka, heq. Nëse tash është termini që ka gjithmonë kolon, po prej mëngjesit shumë po disa komentet që autobuset ku ka kon shkaktar komunikacioni. Shumë. Se gjatorëve të para ditës ka qenë maqet. Ata tregojnë një rrugë që është më ngarkuar se tje. Po për ndryshe janë kthyer në punë sa për informacion. Që një rrugë që është më ngarkuar se tje. Është pjesa nga fshati Shkabaj deri poshtë krethi i Vetërnikut, po kolon shumë më gjatë se sa dje në njëjtën kohë, edhe hyrja në Prishtinë është me kolon shumë më gjatë se dje, nga AKI-a tutje deri tek udhkryqi i katedralës. Domethënë hyrje daljet me kilometra po bën. Që kolon e gjatë çasja për tek krethi i Çaklavicës, dalja autostradës. Po i ke pas dje 3 kilometra, sot i ki 5 kilometra. Po dhe se edhe autobusat ma gatë nëzojnë ven. Që telefonata tjetër? Një 4, një 5, një 6. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ty, me ka po flasim? Unë e Muharreni. Pri nga për nathirë Muharrem? Muharreni nga komuna e Khanit e Elezi. Hajde të rëgëna Muharrem. Nga komuna më e bukur në Kosovë. E vërtet. Si fëmijë kom vizitu shumë? Po kam shumë pak kujtime, nuk e mbajnë mend se çush ka qenë, hiç. Kam shumë pak kujtime, vetëm njerëzit i mbajnë mend atë. Na po në xhiro. Muharrem, tregom nëse kishe mujt me nis vitin nga fillimi, çka kishe ndryshu? A kishe bu diçka më ndryshe? E kisha ndryshu frizurën, se ku mbajnë shumë flokë të gjata dhe i kisha mbajt pak më të shkurtë. Po bre Muharrem. Ai ke pre? Kam i pre në fund vitit. Po pak si vonë, jetu planifiku me i pre? Po planifikoj edhe se që ka me pas sukses. Suksese, ama zgjedhe mirë ku po shkon. Kisha qu te jeta, apo s'dja qor deri Prishtina jo, asë na e qojna te jeta. Apo vjen te jeta, te shoqja jam. Po vinë te jeta vim. Ti po flok që shtu pa aksione. Ja ka nis ato flutrat në barkë edhe ty që kemi prej flak? Emocionet. Po, emocionet. Se nuk është letë për shkurta. Për njerëz mendoj që flokë nuk ka shumë rëndësi. Është koxha ndryshimi madh, edhe emocionalisht. E pse pe bën ndryshim? Pse pe bën ndryshim? Po të bëj ndryshim se fat dashurisë po kam flokë të gjata, kum pas shumë refuzime nga Ska vez. Ke pas refuzime për shkak të flokëve, a? Sigurisht për shkak të flokëve shumë refuzime kum pas. Hajde, po shpresojmë që 2026 ta ka me të ardhur me shumë oferta. Por ata po mundona. Ti emocional. Le të refuzojnë të emocional, çaç. Jo, mundola atëherë, po duhet me ndryshu pak me provu stilin. Me pak flok keq, me shumë flok keq. Po do ta pishesh. Kartysh në got keq, me të shkurt keq. Provoje mesin, Muharrem. Po do të me provu me bon ndryshim. Muharrem, shkoj, ani se na s'ka pas, po Muharrem, dëgjona.
Kur shkon domethënë je ki zarro krejt. Edhe thirrë krejt që ato të njëjta që të kanë se të njohin. Edhe një herë. Ri ofertë. Edhe nëse thuj vish pata me të provoku, thuj se i njëjti jam. Ç'është që me fjalë pata. Po tash muki thuj. Ndroje. Nga Muharremi thuj muki. Apo kupton? Provoje se si dihet Muharrem. Nuk i dihet muki, në shtatrin mirë flokë të shkurta. Provoje, se me flokë shkurta i bjen me kon muki, a me flokë gata Muharremi. Kthehet apet Muharremi. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Një Zoj nga Llapi. Oj, Zoja nga Llapi, si kalon? Mirë shumë. Hajde Zoj, tregom çka kishte ndryshuar me anis prej fillimit vitin, çfarë ndryshimi kishe bo? Kisha bën ndryshim, besil po them sa më shumë, më punsuat trit. A kiti na fabrika, na firma, na san, jo? Jo, unë s'kam po shteti Kosovës. Okej. Okej, përshëndes, faleminderit shumë që na ke thirrur, po të përshëndes përzemërsisht, për veti folni. Ata mundet me na thirrë, domethënë këta që i punsojnë. Me thonë qëre se i kisha marrë një 3 veta ma shumë ose 3 ma pak. Edhe me na tregu. Jo veç për veti me na tregu për këtë temë. Së shumë tema e mirë për mos me na tregu ju për veti. E kretë kina pas nevojt diçka ndryshe me bo brenda vitit. Jam i bindun që se cili e ka një moment që kishton me mujt me këthy e kësha për gjithë qysh do me thonë, është e pa mundshme. Rruga Tirana me kolon deri te Krethi prapa stadiumit Fion. Rruga USHK me kolon deri te komuna s'ka qendje. Rruga Zagrebi e ngarkuar deri tek shkolla fillore model s'ka qendje. Rruga kjo ka qenë rrethi me flamur rrethi spitalit deri te Krethi rrugës B ka qenë pjesë e ngarkuar, ajo është edhe këto momente. Që telefonata tjetër. Ngarkuar dhe e shkatruar ai rrugë. Alo. Alo. Kush telefonon? Meha. Me ç'është je? A je mirë? Mirë, faleminderit. Mirë, jo ai mirë. Njerëz që kanë rrugë domethënë krejt. Apolloni si po kalani. Lipjani. Mirë me, për mrekulli. Tregom ti, nëse kishe mujt me nis vitin nga fillimi, çka kishe bo ma ndryshe? Unë për trupin tem për shpirtin tem i dhuj. Ëmbëlsina shumë ma pak. Kishe hongër ma pak ëmbëlsira, po i bjen që i kete pume, ja? Jo që jam për shka shumë për diabet, po vet i më ndërprej pak. Po, okejte, po thoma, pas kete pru këtë vit me ëmbëlsira? Po i bresha, i ka hongësha pak, po nuk ish mirë i me hongër fort ame. A ke vrejt na i ndryshem në organizëm? Jo. Shefi që kunosh. Për vetit, mirë është më kujdes për shëndetin. Mirë është më kujdes për shëndetin. Jo, na është të veta që kishe edhe na 2000 anis pak ma shumë të me lëshu dorën, aden. A ka pas farë ndryshimi ajo, se që ato i kena me të? Jo, do një slut e keni, jo i në... Po na trijena, po trijena. Neve na mjaftovish me këshyr. Po, ana e farere e madhe na merr, çfarë që jena po. Jo. Me të përshëndes, vazhdo kujdesu për shëndetin, leticimin, mos e ngocimin. Notën e mirë, faleminderit. Nga më e graj më stanin. Da bla, je për një superbog. Po qysh si jam oj Fion, po qysh si jam oj Fion. Po qysh si jam oj Fion. Pa një pa dy. Me një herë. Nëse birën më të mirë portugeze e kemi edhe në vend. Tash një kohë të gjatë e keni në për krejt marketet, në për krejt lokalet, ku do që të shkon, provoje se s'keni më pëndu, është ndër më të mirat, kur atje është më i mira numër 1. Besoj që edhe juve kam ju pëlqy. Pocim, çka Ondreqa? Jo, Ondreqa, kështu e menu ata, din atje ku shkon që nuk ta shkrujnë atë, kishte qenë fit. As e shnosh, po, apet më kujtua, ja. Alo? Kam e na kujtu gjësër, pjeti ma përshim. Mirëmbrëma, përshëndetje, sjeni dhe si kaloni, Bater? Mirë me juve gjithmonë. Hajde, Bater, tregom nëse ja kështë nis vitit për fillimit, çfarë ndryshimi kështë bo për vete? Jo për tjerë. Isha bo majri një vit. E kështë nis për fillimit vish për me shiu që ato, a? Një vit majri, edhe... A ka diçka që të ka shku menja me thonë, qëta se ku mbo mire, kësha bo pak ma mirë me mujtë mu këthy edhe njerë për fillimit. Po, nuk kom dal ball me shetit. Qashtu bre? Kom dal me shetit edhe me jetu pak ma mirë me shloke me mu knaq. Faleminderit Bater për qafim, je i mrekullueshëm. Ju përshëndes e gjithat mirat, natën e mirët, lumtur e të gëzuëm. Faleminderit bashkë me ty Bater. Që gjithmonë godet në përgjigje. Përgjigje, Allah. Fion. I natim gëshorth, po? Jo, Allah, heq. Po flas në emër të kujna tjetër. Po pediu në emër të kujna e po fol. Ndëgjom. Nëse e kisha kthy prej fillimit vitin, edhe një herë. Kisha bo abonim. O isha shku ma shpesh oj Fion.
Abonim një vjeqar kisha bo. E me nejt pak ma shumë që aty. A ma keni mundësin, alo? Mi thonë vetës, sot djalli mirë je, ose sot shje. Që i loju bak? Hinë flatë dito që aty, hinë zeu në spa. Për ndryshe për kretë juve që dëni me shiu një super spa, mos harroni Swiss Diamond Hotel Prishtina, në zamër të Prishtinës, spa në matë mirë, mundeni me shku me bo abonim vjeqar, mundeni me shku edhe vish për një natë, mundeni me abo edhe dikuj në adhurat, përveç asajna i kanë edhe ato salat për çfarë do eventi që po mendoni me organizu, adaptohen që ju keni nevojë. 038-22-0000 numri telefonit. Ma dhe një ide të mirë, abonim një vjeqar dhurat me bo. A pishoj ju, faleminderit shumë. A o me abonim po bësh? Po pres. Po bësh. Alo. Alo, përshëndetje. Pasoj heshtja. Alo, ashtë Joza. Alo, përshëndetje. Hajde Joza, hinë, më sërrit e dera. Allah, që pinzehina. Hajde, ka dal. Qysh je? A je mirë? Mirë, papa, ja kësë mirë shumë bile. Më vjen mirë. Nëse kështë mujtë me njës Joz vitin prej fillimit, a kështë boti qka ma ndryshe? Ma ndryshe kisha bo se një 15 e vonë Kosovë, fillimit dhe shka isha bo. Edhe një herë? Po thonë një 10-15 e vonë mas poftin Kosovë, fillimit dhe shka kisha pru prej kohën. Po qka? Për qka je pëndu që se ke pru në Kosovë? Pa një vetura, një dishka, mu morë njëri me dishka. Okej, dhe më thonë na i farë loj biznesi, po me ndonë me bo dishka? Nej loj biznesi kisha bo, si që ish mujtë me këthy dhe i herë. Okej, ta kish parasysh për 2026-ën? Nuk është vonë? Nuk është vonë, pa mund është më me zonë që ta. Okej, dhe më thonë ke pas situatën e tilë që ke mujtë me bo diçka, po nuk e bone. Edhe e kom pas i dje, se vetë vërtet më ka përkra, po që ura së më qëj, edhe herë me pa mujtë me i këthuj, se që ku a shkoj? Po, shkon, s'pëna vetë. Bile me pa mujtë edhe çdo muj ka 3 ditë ja kisha shtuhe. Ta ma tash më konë në altetur me një. Për më lakë tu 400. Jos, faleminderit shumë, që me përgjigja, ko mujtë me bo një biznes, nuk e bona tash në shtasht vonë, faleminderit shumë. Jo përshëndes, gjithat pinjata. Ajde gjithat pinjata për shofim, këtu në kalofë shmirë. Po, më thonë, njëna prej atyne përgjigjeve që ishtë dash me kanë shumë e shpesht. Se kretë e këna pas në e farë copet, me thonë. Të mundësis. Qysh se nesëm edhe nashë biznes. Alo? Alo? Përshëndetje? Përshëndetje. Kush na përshëndet? Alo? Kush na përshëndet? Përshëndetje. Nga? Jam në Zoj Kampodjeva. Hajde Zoj, tregona qa kështë bo ndryshe me janis vitit për fillimet. Ja, Zoj, s'ki valë të internetit, po m'vjen keq. Edhe se ose jeni të nga dëgju për dini atë variantën. Televizor. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Përshëndetje. Që vlo njeri zonin push. Kush nga ka thirë? Muarremi pe Gjermanisë. Ku je emre muki? Se dhe pja që a i me fljo gata atë shkurta ti? Ja, me të shkurta. Me qka i ke pas gata? Jo mëre haji, jo por zotin. Qa ko lidhje mëre, pësa s'po bëj ka haji, jam i pas fljo këte gata? Pa i valoj nuk bën mëre pasha zotin. Se mëre s'bën shakot kishe? Po s'bën se edhe ju duhet pak mu shmekerov, haji. Duhet pak e mi u përshtot kuës edhe mushës. Po mëre, a ti so mirë tri, po me paramenu fljo këte bordha. Pak t'lel pa për masa, a di që shdo është pak në lekër. Sugaraj. Jo, sugaraj mëre Matushi. Sugar Halil Matushi. Se di, Halilin se di shka me thonë. Edin. Jo se di se kun po më ti. Straj, se kun po më ti. Hajde, tregona të lutëm qa kështë bo ndryshe. Po të thomë të vërtetën ndryshe e kësha ndryshu që të debatet nuk i kësha këshu televizor që po përlohën për det. Bravo, ke këshu shumë. Shumë debate ku më këshu që se dhe mos këtë vetë pe fillimit dhe këtë e tashtë. Një blom bu më karo që ka të mbërtit, mësë u merë një për me kitë punë, mësë u merë me kitë punë. Ndoj mirë ekipë. U merë lëne, kura koha, që kur s'na fund viti, vjeni tap i kryni sanët. Po na jem penzionera dhe po kemi ku. Që je penzioner ti? 2026-ën ma ndryshë s'kime pas. Që vendosja vetë qëllimin edhe nale. Ngom. Valoj, unë
Unë kam problem me haxhikën teme, se haxhikja po do të më sikqyr shumë, po unë e çep ikqyri. Po mirë po ta bën. Po ngoje haxhikën. Po dil pak më shumë. Merre haxhikën e dilni pak më shumë, mos baj gojë. Ja, po. Ja, me dalmi, po kur po vi se ta shoj televizorin, ata tu piskot. Ndëgjëm, kur ti rrerën tjetër e du një foto me flok të gata. Ani, po, po ju përshëndet. Kalov shmirë për me, para me nova mi poska. Po, le t'jen dhe ishtë të dikon, po, dhe i nërvesh pak. Dhe i sot më në të mi kopë. Po, sa për mi lidh, pak. Një besht vogël. Edhe pak ma të shkurta se t'fionës, jo sa fiona, jo se s'tritën për një vjetë. Jo, se janë shumë gjatë. Në është edhe i rritën. Si djetë, nuk e djetë. Hajde, barë nga mirëmbajtja. Ta shpi mjellin e kësisane, vish për përshojnë, që shukon dhe më thonë, pa hesh, kur po del kashurrel. Alo, Ahmeti t'ja këna premtu që sot, me po kashurrel. Qef, jam e po Ahmet kashurrelin jare. Alo. Ljo kështu për para, pa. Alo, mi mrome. Përshëndetje. Ashtë Miqaili? Po, vetë ajo. Qysh je Miqaila, je mirë? Mirë, bave, kështë seva për pune. Qysh kalove, a i lodhë? Po mirë, u lodhën pako, shte puna punë. Tetova qysh është, mirë? Mirë, më njërë, mirë, me mjegull? Me shi, pak ashtë, me mjegull, po. Miqail, nëse kështë mujtë me njës vitin nga fillimi, çfarë do të ndryshoje? E patë një traditi i parës pra ditëve në shkësh pak kasapi. Po, kemi dëgjua, kemi pa. Edhe kemi përmend, kemi lëshu edhe një këngë të ti në kujtim të artistit që ka qenë edhe krejt familjes. Sa për temën, edhe njerës kisha shku në shkollë, s'kisha të shkollë. Okej, po na po i referomi këti viti, Miqail, që po shkon, viti 2025, nëse këshim mujtë më këthy prej fillimit, këtë vetë, a kështë voti shka më ndryshe? Jo, dhe vetëm që ta vitit e prorë, që ashtu ka gjënë, kisha po që edhe që vitin e arshëm, jetë ashtu. Faleminderit. Vetëm politik mos kënë shumë me shkuteo. Faleminderit Miqail, përshëndesim falat e kovës. Tung. Hajde se kena edhe një telefonat shpejt për marrim, po nëse dikush se ka bo një dhurat mirë këtë vit, mos harroni keni edhe pak kohë për me shku te Krupini, edhe me bo për zgjedhjen e nionazës bukur. Po s'është vonë. Nionazë e bukur mundet me qenë edhe me gurçmuar diamantit, qadër Prishtinës në Albi Mallën Ferizaj. Telefonata e fundit për ditën e sotme, alo. Po? Çka kishe bo ndryshe? A din kështë që jam të folë. Okej, s'po do me na folë, na ju përshëndesim këtu, ju falenderojna se cilin prej juve për telefonatat, për mesazhet. Kina mi lexu pas orës 17 këtë mesazhet. Deri atëherë ju mos harroni me bo ato që duni me bo gjithmonë, me jep shumë dashni, paqit, plot shëndet. Vazhdoni shijojeni mbrëmjen me muzikën tonë të mrekullueshme këtu në Glam, por edhe me programet e KTV-s. Na po vazhdojna në frekuencat tona dhe për një orë, nëse doni me na dëgjue, keni frekuencën 86 edhe 102 FM ose edhe përmes portalit tonë